Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në konferencën për shtyp në prag të duelit kampionat ndërmjet Gjilani dhe Vapit. Këtu pra jush ndodhet kryetarieri i ekipit Arben Riu dhe futbollisti Albin Farvashica. Do flasim fillimisht në lidhje me përgatitjet e kësaj ndeshje, ndërkohë më pas dua kaloj fjalën juve për pyetjet e mundshme. Përshëndetje për të gjithë, falenderoj për orën juaj. Atëherë, përballë do të kemi një skuadër me eksperiencë, futbollistë të cilët e njohin shumë i kampionatin. Kemi analizuar kundërshtarin, kemi munduar ta studiojmë në detajet më të vogla, kemi munduar që skuadrës tonë të sillim informacione. Personalisht nga skuadra ime jam shumë i kënaqur me ndeshjen e fundit, sepse është treguar shumë personalitet nga futbollistët. Për nesër kemi përgatitur një plan. Besoj përgjithshëm se do të dalim tek plani ynë, apo ajo mënyra se si duhet të shkojmë tek porta e kundërshtarit. Ndeshja don fokus të madh brenda vijave, përqendrim maksimal, sepse bëhet fjalë për një skuadër e cila vërtet ka kualitet dhe cilësi. Respekti do të jetë maksimal, por gjithmonë duke respektuar dhe kërkuar që vlerat apo potencialin e skuadrës tonë ta marrim në takimin e nesër. Si që të nesër e kemi një ndeshje mjaft vështirë, po ne do të qasim me ndeshjes me një kontingent madh, se si që të njëre nga do në pikë maksimale nga kjo takim, dhe besoj dhe shpresoj që ndërtojnë në fitin tonë nga kjo takim. Kundërshtari është në një pozitë shumë të vështirë, për mbjetesë, megjithëse e ka ekipën shumë të mirë. Atyre janë të domosdoshme të ekipit, sigurisht se do lojnë geografisë. Kemi menduar si të përfundojmë në kësaj lojë. Realisht çdo takim do të jetë i rëndësishëm apo i tillë, sepse po vjen fundi i kampionatit dhe çdo skuadër mundohet që ka objektivat e veta, siç e teksove, një skuadër e cila është ndërtuar apo vitin e kaluar ka mbaruar si në kampion apo me një të sakt, por ajo flet mjaftueshëm se sa kanë potencial brenda grupit. Kjo na detyron që ne të përqendrohemi, bëjmë maksimumin, usim shpirtin ligjtar të skuadrës tonë dhe duhet dalim tek më e mira që ta mbusësh një kundërshtar të tillë siç është. Trener, është kjo periudha kur ekipit i duhet maksimalisht të jetë edhe i koncentruar, për të jetë edhe gatishmëria edhe me fondin e lojtarëve edhe me përgatitjet fizike në këtë kuptim. Si e keni gjendjen e ekipit para se gjithashtu lojtarëve, edhe normalisht këtë pjesën e harmonisë në ekip, sepse duhet edhe motivi të jetë prezent. Fal profesionalizmit të futbollistëve, disiplinës të tyre, ne jemi me fat që e vëzojmë komplet skuadrën, sepse është mund ta thëjë edhe mesi i pjesës së dytë kampionatit dhe të kesh të kompletuar grupin, kjo flet për disiplinë apo dhe puna e stafit, sepse kemi nevojë për të gjitha forcat, për kualitetin e gjithë secilit nga futbollistët, dhe më vjen mirë që do t'i kemi të gjithë të marrim vendimet, të zgjedhim ata futbollistë të cilët mund t'i përgjigjen në ndeshjes së nesër. Trener, me gjithë ato përgjigjet, do të japim manuale që i kemi ka njerë prej trenerëve që vetëm kjo ndeshje është e rëndësishme, s'mendojmë për ndeshje tjera, s'mendojmë për kundërshtar tjerë që kryesisht
mundohemi ta mbojmë fokusin. Përgjigje tek manuali, a mendoni vërtet që ndeshja nesër mund të jetë përcaktuese, s'po ta kthej drejtimin për faktin që mund i largoni Frizaj për 3 pikë, nëse fitoni i humbi distancën, ndërkohë që mund t'ia thoni Malishevës për faktin që ka nesër takimin me liderin dhe eventualisht një humbje do të ishte në pavarësinë për me afru asaj pozicioni. Do të thonë një ndeshje shumë e rëndësishme, pavarësisht besoj që do të thoni që ka akoma ndeshje. Po, nuk do të shohim më larg. Realisht do të përqendrohemi sepse nesër na pret një përballje shumë e fortë. Siç theksoi edhe kolegu, pikët si për neve janë edhe për skuadrën kundërshtare shumë të rëndësishme. Vërtet ne duhet vetëm fokusin komplet ta kemi tek ndeshja e nesërme, tek ai 3 pikësh. Ta mbarojmë me sukses këtë dhe pastaj të shohim, të përcjellim me kundërshtarët tanë se si do të mbarojnë, por edhe ka edhe ndeshje tjera, nuk diskutohet, do të mundohemi të shfrytëzojmë edhe fushën, apo edhe besoj që nesër do të kemi edhe ndihmën nga tribunat, ku do t'i kemi skifterat, t'i përkrajnë futbollistët, një motiv shtesë do t'jetë e jona që apo edhe për futbollistët për t'i nxjerrë të gjitha vlerat në ndeshjen e nesër. Megjithatë, trajner mendoj se i keni hedhë një sy orarit, e cili është tet i pavarshëm për Xhilanin. E ka lojë me Llapin, të shkon Ballkanit, 2 lojë brenda e ka dhe i shkon Ferronike. A ka fort Xhilani që merr spaku brenda atyre 5 lojëve të grumbulloj spaku 12 pikë, të cilat do të ishin shumë të duhura për dalë në Evropë. Kampionati këtë vit e ka dëshmuar nuk njeh fush. Njeh përkushtim, njeh qasje, se si do t'i qasës në ndeshjes. Këtë na ka paktën këtë përgjigje kemi marrë nga ky kampionat këtë vit, sepse çdo skuadër nga secila ka humbur apo ka fituar. Dhe nuk të favorizon orari, por thjesht duhet të favorizon potenciali, kualiteti, mënyra se si qasës ndeshjes, kjo të favorizon. Kështu që neve na ngelet të shfrytëzojmë ato që i theksove, por nuk të favorizon në asnjë moment nëse ti nuk je tek maksimumi. Trener, nëse lejohet me potencu në disa ndeshje, Gjilani është lukt sigur që të luan me rrot lejtar. Madje ka pas në tifoz të cilët kanë shpreh pak kënaqësinë ku disa lojtarë nuk kanë qenë as aktiv në drejtim. Pra, krahas teknikëve apo lojtarëve më të vjetër që kemi. Nesër, a do të involvoni edhe lojtarë më shpejt, më sensor pak, që më shpejt në fush. Në fakt, ne si trajner gjithmonë mundohemi të bëjmë zgjedhjen më të mirë. Gjithmonë e shohim javën se kush se si stërvit. Mesazhet apo përgjigjet nga futbollistët i marrim gjatë javës. Momenti që ai është mirë dhe stërvit mirë, të jep mesazh tek trajneri, po trajner, unë jam gati për ndeshjen e nesërme dhe për zgjedhjet në këtë formë i bëj. Nuk pajtohem me juve që në momenti jemi dukur sikur të luajmë edhe futbollist, përveç në momente që kemi marrë karton të kuq. Besoj që ka qenë angazhimi maksimal nga gjithë secili që ka qenë në fushë. Për pashtisë me një pyetje si vjet, sidomos në pranë vejë trajneri ka më besim plot, domethënë ka lujt shumë ndeshje, sa i jeni i kënaqur me paraqitjet e juaj. Normal, trajneri vendos kur ka nevojë për mua, jam gjithmonë i gatshëm aty kur trajneri vendos. Besoj që unë jap 100% në gjithë ato ndeshje që jam fut ose unë lu për fillimet. Po trajneri i pyetën është për fund nga kretë kjo çka u tha sot, po edhe në gjërat e fundit në për konferenca të ndryshme jemi pothuajse aty kur bëhet fjalë për aspirantat e klubit për inkuadrimin e njëri nga pozitat që e shpjen në arenën ndërkombëtare, që është synim kjo po dihet tashmë. Tash, nëse ja bën bilancin ju kësaj situate në cilën jeni nga ajo që u tha përpos fitoreve që janë imperative dhe domosdoshmëri skuadrës apo varet edhe prej ndeshjeve dhe prej rezultateve të ndeshjeve të tjera që janë konkurrentë rivale, a jeni duke i menduar edhe këto situata për shembull që rivali drejt për drejt mund të humbë këtu ose aty dhe ne të shkojmë sepse distanca e pikëve është pak më e gjatë.
nëse më ndëgjove më herët theksova që ne duhet të kryjmë detyrën tonë, ne duhet marrim 3 pikë dhe pastaj normalisht që na intereson edhe skuadrat kundërshtare që i kemi përpara. Momentalisht nuk e kemi ne në dorë, por ne jemi të përqendruar tek ndeshjet e radhës. Nëse ne vazhdojmë të fitojmë, atëherë e shohim si mundësi që të ngjitemi më lart. Ajo është synimi jon, por është i të gjithëve. Duhet kemi kujdes sepse edhe kundërshtarët tanë kanë po të njëjtin synim. Atëherë na ngelet të kontribuojmë, të luftojmë, e duam të gjithë, do e bëjmë maksimumin të gjithë, jo vetëm duke filluar nga drejtuesit dhe deri tek i fundit, duke kontribuar për skuadrën tonë që ta shohim nivelet më të larta. Nivelet më të larta flet mjaftueshëm nëse na përqendrohemi nga dita e nesërme, vazhdojmë, fillojmë, fitojmë dhe normalisht duke i pa edhe kundërshtarët tanë se si do të ecin, por edhe duke i përgatitur ndeshje pas ndeshje. Ama motivi është brenda skuadrës, sepse ju e shihni sigurisht tek lojtarët e stafit, tek menaxhmenti, a ka aspirat, a ka motiv që vërtet mendojnë se mund të arrijë të shkrijë këtë dispozitiv dhe të inkuadrohet në njërin nga pozitët. Pa diskutim, të flet mjaftueshëm reagimi i skuadrës pas një humbje në derbi, ku u tregua shumë personalitet nga grupi. Pas një ndeshje të tillë, të kthehesh në atë formë, të luash me intensitet të lartë, të mos lejosh të krijoje kundërshtari asgjë, dhe ta fitosh, pa diskutim që ishte e vështirë, sepse edhe skuadra e Ferizajt kishte një ecuri pozitive, apo ka bërë një pjesën e dytë një ecuri shumë të mirë, por kjo flet mjaftueshëm për karakterin, personalitetin që po ndërtojnë këta djem. Të reagosh pas një humbje të tillë, vërtet duhet kesh karakter të fortë dhe neve na kanë dëshmuar ndeshjen e fundit, pa diskutim e pres të jemi edhe nesër në nivelin më të lartë, gjithsecili, sepse kemi një mundësi shumë të mirë, vjen një kundërshtar i cili vërtet duhet të respektojmë, por jam i bindur se nëse ne jemi tek maksimumi jonë, ne do ta fitojmë ndeshjen. Nëse do të kesh luftuar me një pyetje desha përfund, trajner, sepse e di një nga bëni një përshkrim periudhës prej se jeni ju trajner, kur e keni marrë, po ne dim që e keni marrë një gjenerat popullist të re, ose kryesisht në moshën 19-20 vjeçare ka qenë mesatarja. Tash, nga ky këndvështrim, po them ky sezon po shkon, ky kampionat po shkon kështu si po shkon, por edicionin e ardhshëm themi nëse një kontroll të do ta kemi, a do të keni qasë sekret ndryshe për klubje të reja me aspirata të reja për ekipin, si e mendoni Xhilanin e vitit tash? Okej, përqendrimin e kemi tek kampionati tash, e shoh një ngritje të gjithë secilit futbollist që e kemi brenda skuadrës. E them me sinqeritetin më të madh, ma kanë dëshmuar ata me punën që kanë bërë, disiplinën, kushtimin, profesionalizmin. Kjo skuadër, pa diskutim që duhet të ruhet, kësaj skuadre patjetër që do të freskojmë 2-3 elemente të reja, dhe unë pastaj vitin tjetër vërtet e shoh të garoja dhe të pretendoje shumë lart, apo të garoje me skuadrat të cilat janë ndër vite të ndërtuara. Ky brum patjetër që duhet të ruhet, sepse siç e theksove, kemi marrë futbollistë të rinj të cilët janë rritur shumë, janë zhvilluar shumë, na e kanë dëshmuar me punën e tyre, por pa diskutim që gjithmonë ka nevojë skuadra për 2-3 koka të freskosh dhe të pretendosh vitin tjetër të ikish të shkosh më lart. Një pyetje për bankimin e ose taborën e lojtarëve. Dhe sa më interesu, a ka në mesin e juaj futbollist egoist, i cili synon të dominojnë në fushë, apo jeni të gjithë një zërit ku në bashkëpunim me trenerin synoni të ardhin fitore të radhës? Në marrë se cilë e ka punën e vetë, ka nevojë për egoizma, për diçka, tonë se ka leju as treneri që me ndodh dikush me dal dikush për mi tjere. Tonë falë dhe trenerit që ka mojtë ekipën mjaft të mirë, s'ka lënë diçka me dal ndonjë lojtar për mi tjetërin. Jemi shumë bashkuar si grup, edhe atmosfera është e mirë, edhe besojmë dhe shpresojmë për në arritë sa më shumë suksese bashkë. Unë kam një pyetje, që ka të bëjnë raport ndoshta me drejtuesit e klubit. Duke ditë të rëndësitë e ndeshjeve dhe po e potencoj sërish për ndeshjen e nesërme, konsideroj që është shumë e rëndësishme pikërisht në
ju është premtu një premi për ndeshjen e mesme? Do ta përshkruaj kështu, një profesionalizëm i jashtëzakonshëm mbizoton te skuadra jo. Të gjitha këto që i kërkove ti ndëgjosh nga unë, janë të caktuara në fillim të kampionatit, të gjitha. Nuk kemi nevojë gjatë vitit për takime, mund të ndodhe presidenti ku do, sepse e dim që premja mund të jetë motiv shtesë, por janë gjëra të caktuara në fillim të kampionatit dhe për të gjitha këto, çdo futbollist ka marrë një rregullore dhe funksionojmë sipas asaj rregullore. Qoftë rendit shtëpiak që e kemi këtu, qoftë premje, qoftë ndëshkime në momentet që kemi vonesa, apo gjithçka sipas rregullorës. Thjesht sikur në komunikacion. Bëjmë gabime atë do ndëshkohemi. Edhe tek skuadra jonë, domethënë në nivelin më të lartë funksionojnë gjërat në aspektin e profesionalizmit. Nëse me jo, cili është mesazhi juaj për skifterat për nesër? Të vinë të na mbështesin në maksimum, kemi nevojë shumë për ata, le të mbështesin këtë skuadër, këta djem, sepse vërtet ka potencial, mënyra se si po i luajmë ndeshjet dhe mendoj që meritojnë mbështetje maksimale, edhe pse nuk kanë munguar, por nesër me patjetër i pres në numër sa më të madh na mbështesin, sepse e dim që kjo fitore veç na jep një kakje ku edhe ne kemi pas përqendrimin apo qëllimin nga fillimi i kampionatit. Faleminderit. Ju faleminderit për prezentën.